Trump ka propozuar, se ai tani propozon shumë gjëra. Senat. Arlind E ka çuar Senatit. i ka propozuar Senatit, Senati nuk e ka aprovuar, po sigurisht duhet të aprovojë. Ambasadori. Ka propozuar ambasadorin e ri për Shqipërinë. General në pension është. A mund ta nxirrni pak general, po na dërgojnë, më duket, baton pse vallë se kërkojnë general kështu. Ky ka qenë për luftra në Afganistan me Sadiun. A është ky Wendit ky, ha? Wend. Erike Wend, ha? Ky ka qenë i propozuar edhe për ambasador në Katar, në vitin 2020 nuk kaloi se e refuzuan demokratët. Besoj tash kalon. Tani kalon. Shkalon se po e kanë refuzuar demokratët, tani janë ata. Po u fut para nëntorit, e kalon. Do më thëmë pse ti bie në dorë Trumpit thua ti? Jo, bie Senati dhe Kongres. Senati bie. Po jo me aprovojnë tani ata pa filluar vera në vjeshtë e ke këtu këtë. Vjen këtë tani. Base Ushtarak. Base ka radhën të afrohet me doktorin kë. Baton, këtë në gjedi. Kush? Po Se dy ambasadori janë me të majtet, një me të djathtë, dy me të majtet, një me të djathtë. Si thua ti? Ka kohë që kërkoj një e para punës ishte një dilema duhet ta ketë Po pyes mirë të gabuar se duhet pyet Fatmiri për këtë. Fatmiri me diu këta. Jo, di që është ka kaluar 2 vjet, 2 vjet ka qenë koordinator i Komisionit Mbikëqyrës së Palestinezëve-Izraelit. Ka qenë Një gjë duhet të thënë se edhe kjo pritje që shikoj me kujdes se duhet të takosh. ambasadori përfaqëson linjën zyrtare të Departamentit të Shtetit, se duket ku erdhi ky është mik me këtë, është i afërt me këtë. Ai do përfaqësoj linjën e Departamentit të Shtetit. Në përgjithësi ata i kanë dërguar në vend të bukur kështu me det me gjëra. Që është ushtarak, kështu. Po kushdo që të ishte vend bukur ishte, nuk ndryshon vendi nga propozimi, apo jo? Jo, nuk po them jo, po ç'mendoni tani? Ti mendon që Mendoj që është lajm i mirë për Shqipërinë që Shtetet e Bashkuara po sjellin ambasador mbas u bë thuajse 3 vite. E ka pas lajm i mirë është. E kanë pas një tash Duket që është kalon Senat prap vëmendje. Po mirë, propozimi, se s'ka pas as propozim. Në 2012 nga sepse ishi propozuar David Kostelançesh nuk e kaloi 2 herë. U nominu 2 herë nga Shtëpia e Bardhë dhe nuk e kaloi. Kështu që është lajm i mirë. Është lajm i mirë se Shqipëria po që është rikthyer vëmendja. Që u rikthye ambasadori, se ka qenë dilema a do ta udhëheq një shtet të 3 vendet, edhe Maqedoninë, Shqipërinë dhe Malnezi, dhe ajo ka qenë dhimbje e madhe për neve, me të thënë drejtën, me ta udhëheq një ambasador nga Greqia dhe fitoi betejë. Nëse është ashtu, pa diskutim që një nga ambasadorët më të forta në rajonet dhe për shkak të lidhjeve politike me Trumpit, pra nuk ka të bëj vetëm nominimi në atë rast, ka të bëj edhe personi që është. Dhe Biden kishim fitoi betejë e State Departmentit për ambasador në vendet e Ballkanit. Se ambasador kemi pasur, po gjatë Biden kur ishte Hilli si qendër si ai që jep të direktivat për gjithë rajonin, nëse i qendër rajonale. Një pyetje kështu hipotetike është kjo. Nëse vjen kohë që bën zgjedhjet dhe gara është me zotin Saliani, edhe ai del në krah të Berishës. Çfarë bëj? Ky që po vjen generali, çfarë do bëj Saliani? Ka kohë. Se dikush është problemi, se ne flasim shumë për Hungari, po harrumi diçka tjetër. Gjithë të opozitarët ishin kundër trampizmit. Duke ne s'ka anti-trampizëm. Kujtim gjuzim në shkollë. S'ka anti-trampizëm. Debatin e kalum, di çam tha Saliani? Kur i thash deklarohu për bordin e parë. Thuaj që është i keq, thuaj që s'është mirë me qenë Shqipëria aty. Nuk e folën. Para s'ka mendim. Kujtim gjuzim në shkollë që duhet të konservator në kanë mendim, nuk kanë qendrim politik. Do ta them unë qendrimin se jo, letash, e ke atë më thanë duhet. Ta thot. Kujtim gjuzim në shkruan që s'ke konservator në studio dhe gabim është ky, duhet mendojmë edhe për konservator. O zotë, jemi në liberal. Jemi liberal, kush është liberal? I konservatorja? Si jemi konservator, ai konservator, jeni konservator. Patjetër, po të them Bravo konservatorin kujtim. Jemi konservator, çfarë? A do them Do me thënë ky vjen tani ju këtu, ha? Vjen ky, Salian. Edhe mbështet doktorin. Nuk ka rëndësi. Mua më kujtohet, më duket se Fatmiri kishte taku këtë para disa kohë. Çfarë? Kemë Fatmirin. Jo ore që i takon, po se ai takon. O ai edhe Belva, edhe Belindi ka vajtur tani takon shpesh. Po, me siguri që gjë. Nga Partia Socialiste kush vete? Po Blendi Klosi ndërgojnë dhe për këtë punë. Për të takuar. Elisa Jojo. Atëre
tani ne ndoshta do kemi ambasador. Për shkak se republikanët do votojnë këtë të gjitha dhe Shqipëria shpëtuam, kemi ambasador amerikan pas sa kosh është kjo? 3 vite. Ka 3 Mos harro që me 20 maj shkon edhe ambasadorja dhe zëvendës ambasadorja prej këtu, edhe oficeri sigurisë për regionin vjen bashkë me ambasadorin. Gjithë stafi i ri. Gjithë stafi i ri vjen. Lam në një gjë nga... Gjithçka varet nga departamenti i shtetit. Po. Zoti Qori, lam në një gjë... Kaq. Çfarë mendon ti? Zoti Qori është në Trumpist, sepse s'ka anti-Trump, ja. Ambasadorin që po vjen... Nëse mund të shtoja diçka për këtë temë, tani sigurisht që është gjë e mirë që të kemi ambasador të SBA-s sa më parë në Shqipëri, që punët jenë çik më të qarta. Jo, problemi im është se të paktën sa kohë Donald Trumpi do ketë pushtet absolut në SBA, politika e jashtme e SBA-s do të jetë kaotike, edhe kaosi nuk i shërben askujt. Edhe për luftrat që nxiten nëpër botë, po edhe për politikat e tij pastaj në raport me Bashkimin Evropian, me NATO-n, me Ballkanin, Shqipërinë e shumë çka tjetër. Unë do doja shumë që në nëntor Donald Trumpi ta humte dhe republikanët ta humnin shumicën në Senat dhe në dhomën e përfaqësuesve, në mënyrë që të kishte më shumë ekuilibra në këtë superfuqi botërore, dhe kam përshtypjen që kjo është në interes të mbar njerëzimit, dhe këtë mund ta them haptazi, edhe se kam fare problem të dal nga kori i panumërt i trampistëve të Shqipërisë, që sa ko Trumpi është pushtet, janë trampist, po të siguroj që sa po Trumpi të bjerë nga pushteti, do dalin gjithë të tregojnë historitë se si në zemrën e tyre thellë kanë qenë kundër Trumpit dhe efekteve të politikave të tij. Kjo është vërtet. Çfarë do thoshë Salian se ju nuk e hoqit atë që se hoqit, s'kujtohem unë, po s'u kujtova unë asnjëherë se me lada të strishin aty Shqipëria Orban në qeveri Orban, tani hiqeni kohë se lad goxha kohë. Hajde, se ishte tjetër temë, pra po doli generali aty që vjen këtu, vjen ambasador. Çdo që mendojmë ne, ta themi këtë, nuk është se shqetësohet shumë Trumpi. Po me qenë se u tha, Ne jemi fshat tani këtu, se po e diskutojmë fshatin tonë, po kemi drejt. Diskutimin kështu, prandaj. Ore këtu vjen ai tani. Ta them që mos dukem edhe unë si jo në rregull, këtë ta them. Ore kemi frikë se ka qenë general në Afganistan e këte, po plas dhe në një gjë këtu. Këtë po të them, kjo frikë është Mozalian. Trumpizmit. Kush? E para... Ja, nuk e deklarove. Okej, thashtë se mendut që ishte kundër e. Tani ka një element, unë mendoj që për Shqipërinë, pa diskutim dhe politikanë shqiptarë, është shumë mirë që t'jenë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me Shtetet e Bashkuara si partneritet strategjik. Ne, soto? Jo si linjë ideologjike. Ky në Hungari ka të njëjta teza për shembull, për emigracionin e ka si Trumpi njësoj, për luftën ndaj emigracionit, për këto gjinit gender i ka njësoj si Trump. Ishte komplet kundër Rusisë. Ishte komplet kundër Rusisë. Dakor, pra po Do të thënë duhet jemi me Trumpin. kundër Rusisë është edhe Trumpi, e kupton? Urbanististe. Deklarata, po pra nuk e dim, deklarata e parë sot me Edhe ti me Trumpin. A është kundër Rusisë dhe kundër Ukrainës. Bashkuara.